Megjithatë, arritja më e mirë në një botror për Portugalinë mbetet vendi i tretë në vitin 1966 e ka arritur këtë. Ashtu sikurse e thatë edhe ju që objektivi i kombëtares, të paktën edhe për këtë edicion, mbetet deri në fazën gjysmëfinale. Po, pastaj çfarë do të arrihet më lart, domethënë janë jashtë perspektivave të Federatës Portugeze të Futbollit. Por si gjithmonë futbolli është surprizë dhe shpresoj që surprizat jetë pozitive për Portugalinë. Të paktën unë kështu e mendoj. Një fakt interesant, zotja Abazi, është se skuadra përbëhet nga shumë djem të rinj në moshë. Madje disa lojtarë të Portugalisë në botrorin 2026 kanë lindur pasi Ronaldo kishte debutuar tashmë me kombëtaren në vitin 2003. Pra, mund ta ndihmojë eksperjenca e një lojtari të një niveli të jashtëzakonshëm si Ronaldo, brezin e ri, talentin që po vjen edhe po shtohet te kombëtarja portugeze. Kjo është ajo që ne duhet të bëjmë edhe ke vendi jonë. Progresi midis gëshëtimit të gjeneratave. Unë kam parasysh në klubin ku kam luajtur, klubi më i mirë për mua, Dinamo, shkolla më e mirë e futbollit në Shqipëri, kishte këtë traditë të gëshëtimit të mirë të lojtarëve me eksperiencë, me lojtarët që akoma ndoshta edhe s'kishin lindur dhe luanin me lojtarë të tjerë. Kjo është domethënë edhe ke Portugalia. Ronaldo po tregon një shembull jo nga ana e kualitetit të lartë në moshën që ka, por nga solidariteti për t'i treguar të rinjve që futbolli është një profesion i cili do sakrificë, do punë, do program stërvitor dhe domethënë edhe shpirtin e kolektivit që pa kolektiv të mirë në futboll neve nuk mund të mendojmë që kemi një ekip kombëtar ose një klub ose një futboll me progres. Unë mendoj që Ronaldo do të japi maksimumin, qoftë në lojë, qoftë edhe me idetë e tija, sepse tani ai është më i përgatitur qoftë edhe si një specialist në fushën e futbollit. Dhe shpresoj që në rrugën e mesit dje, në rrugën e disa emrave të mëdhej si ai i Haalandi me Mbappés të Francës, edhe Ronaldo të ketë suksesin e tij, sepse është i pranishëm dhe kur është i pranishëm duhet t'i urojmë suksesin e tij. Një peng që mund t'i ketë mbetur këtij lojtari është se Portugalia nuk e ka fituar kur Kupën e Botës, pavarësisht se ka pasur dy nga futbollistët më të mëdhenj të historisë, siç janë Eusebio dhe Cristiano Ronaldo. Çfarë ka munguar kësaj kombëtare për të arritur deri në finish? Portugalia është një vend i vogël, nuk është një vend si Brazili, nuk është një vend si Argentina, nuk është një vend me popullat shumë të madhe. Ne shpresojmë që edhe këto vendet e vogla, qoftë edhe vendi jonë, do ishte kënaqësi e madhe që ne të ishim në kampionat botror. Do ishte një kënaqësi e madhe për popullin shqiptar që po kalon kushte të vështira, që kishte domethënë një lumturi të shifte domethënë këtë kampionat botror. Fati nuk e deshte, duhet të punojmë më tepër në të ardhmen. Por Portugalia nuk merret kampionati i botror në intervista ose në letër. Shpresojmë që Portugalia me progresin që ka bërë gjatë gjithë këtyre viteve, jam i bindur dhe me eksperiencën që ka, jam i bindur që do të bëj lojë pas loje, hap pas hapi, që të arrijë këtë që i mungon, që ju e thatë shumë bukur. I mungon vetëm kampionati botror. Shpresojmë që kjo gjenerat t'ja realizojë ëndrën Portugalisë, t'ja realizojnë dhe atyre vetë djersën që sakrifikojnë në fushë edhe familjeve tyre që gjithmonë vuajnë me emocionet e familjarëve tyre.